po të mos ishin vrarë, sigurisht që fati i lëvizjes ilegale, i luftës për liri do të ishte tjetër. Pas largimit nga Kosova të sekretarit politik të Komitetit Drejtues të Lëvizjes Popullore të Kosovës, Fadil Vata, për shërim jashtë vendit, dhe pas rënies heroike të sekretarit organizativ që në ndërkohë ishte edhe i kishte rënë Borra Mbisupe edhe drejtimit politik të organizatës, jo vetëm asaj organizativ, sepse për informacion të opinionit unë mund kjo është e ditur që Komiteti Drejtues që ka zhvilluar punimet në Divjak të Berishës e ka zgjedhur strukturën e saj dhe në drejtim të Lëvizjes Popullore të Kosovës në Komitetin Drejtues saj ka qenë Fadil Vata, sekretar politik, Afrim Zhitia, sekretar organizativ, antari sekretariatit Bedin Allaçi, pastaj ka qenë Bajram Kadriu, i katërti Binak Berisha, i pesti. Pas vrasjes, pas rënjes heroike të Afrimit e të Fahriut dhe pas largimit të Fadilit, është krijuar nevoja që të bëheshin zgjedhje të reja. Dhe unë kam ardhur në udhëheqje të Komitetit Drejtues të Lëvizjes Popullore të Kosovës në mbledhjen e jashtëzakonshme të mbajtur me 4 shkurt të mullirin Prapashticë. Domethënë, në fushën e njohjes se 4 shkurt të cilit vit? 91. Domethënë, unë vazhdoj të ndjem i privilegjuar në këtë drejtim, por veprimtaria adhetare dhe patriotike e Afrim Zhitis është e përmasave të tilla që ne kemi pasur mundësi ta lexojmë dhe ta dimë. Ndërkaq që të Fahri Fazliut unë e njoh më pak, ndoshta për shkak të luftës ilegale atëherë, po edhe të pa njohjes mjaftueshme dhe shpëtimit e dokumentacionit, sepse lufta ka vazhduar deri në kohë të fundit, por Afrim Zhitia ka qenë një shqiptar i madh, një legjendar i padiskutueshëm. Jeta dhe vepra e tij është e përmasave titanike, është vrarë në moshën 24 vjeçare, ka qenë i dënuar 8 vjet burg, 4 i ka mbajtur. Ka qenë drejtuesi kryesor i Lëvizjes Popullore të Kosovës dhe shoqërimi i tij me Fahri Fazliun e bën një dyshe të jashtëzakonshme, një ecje që po të mos ishin rënë në prit, po të mos ishin hetuar, po të mos ishin vrarë, sigurisht që fati i lëvizjes ilegale, i luftës për liri do të ishte tjetër.